Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Emisioni mbrëmjes sotme është i ndarë në dy pjesë, si zakonisht, por me disa tema për shkak të ngjarjeve. Do shpesh që kemi disa tema për shkak të ngjarjeve, por edhe për shkak të mos ngjarjeve. Rëndom. Ose fake ngjarjeve. Në vendin tonë krijohen ngjarje fake, cilat nuk është se janë, po krijohen shpesh. Për shembull, ju po ta keni vënë re, nderuar teleshikues, në Parlamentin shqiptar janë ngrindur sot nga mëngjesi deri në darkë, ndërkohë nuk merren, po themi, me një problem fare të zakonshëm, të rrezikshëm, kriminal të shoqërisë shqiptare, ku qindra patina me nga 3 fëmijë mbrapa, ku vriten me njëri tjetrin, dije një nga televizioni i rëndësishëm e paraqiti atë, vrasin njëri tjetrin, bien në rrugë shembin dhe nuk ngrihen të bëjnë një ligj, po vetëm hanë njëri tjetrin në parlament. Në pjesën e parë, ne do të flasim për Ilir Metën, që mbeti në paraburgim. Do të flasim gjithashtu për garën për krejun e byros kombëtare të hetimit dhe për dosjen Metamorfoza. Kjo do të jetë pjesa e parë. Pjesën e dytë do të futemi në problemet e natyrës tjetër, po që janë të lidhur po me problematikat e rëndësishme që vjen. Ngjarje që ngjajnë shumë me njëra tjetrën. Të ftuar në studio Kletina Lala, gazetare dhe drejtuese në Shënjestër në News 24, Klodi, faleminderit. Me zoti Andi Tela dhe zoti Andi Bushati, po presim të vi dhe zoti Mentor Nazarko, është totalisht i pafajshëm sot, sepse të nderuar teleshikues nuk hyn dot këtu, edhe unë dhe kolegët e mi ecëm shumë metra në kem, sepse Zamiri ka ullë çmimet këtu të Tegu, ka ullë çmimet shumë dhe është lëshuar e gjithë qyteti për të blerë gjërat e Zamirit. Por reklam falas. Reklama le ta ketë këtë reklam falas. Sa leka marrë? Por reklama me lekë Zamiri nuk t'jep në botë. Kështu që edhe reklam falas po i bëm një parajat e paraja shkon. Por popullat e madhe që po vjen aty dhe mentori kush e disa mund në vonohet. Tani, në lidhje direkte unë do të kem Tedi Blushi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Lirisë, për shkak sepse problematika e parë që ne do të kemi është pse mbeti në burg Ilir Meta. Fillojmë me njerë. Zoti Blushi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit për mundësinë që më dha ty komunikoj me ju dhe teleshikues tuaj. Gjykata la në fuqi masën arrest me burg për ish presidentin Ilir Meta. Të pyes njerë Lalën unë ndodhi dhe pastaj hynë ti me njerë. Lala, çfarë ndodhi konkretisht? Po kemi thënë dhe në emisionin e kaluar, zoti Meta për herë të parë pas 8 muajsh paraburgim, ju drejtua gjykatës posaçme me një kërkesë për zëvendësim mase sigurie, duke pretenduar për argumenti kryesor ishte, sipas tij dhe zotit Cakrani, avokatit të tij, që duke qenë se në këto 8 muaj prokuroria nuk ka zbatuar detyrimin ligjor për të informuar zyrtarisht gjykatën çdo muaj sikurse parashikon ligji, për këtë arsye pretendon që nuk ka prova dhe fakte ndaj zotit Meta dhe kanë këmbgulur gjatë gjithë seancës së ditës sotme, që ka qenë një seancë relativisht e gjatë, që të ndryshohet masa e sigurisë nga arrest me burg në një masë tjetër sigurie. Në parashtrim fillimisht ka folur zoti Cakrani, sepse kjo është procedura ligjore, pikërisht avokati që jep të gjithë argumentat e mbrojtjes. Dhe ndërkohë, po të shikosh të gjitha konkluzionet... Vendosini mentorit të vi, pa problem. E shpjeguam dhe arsyen që... Por këto blokime që bën Zamiri s'ka në një rëndësi më burë. Mos bëj gllavrime tjera, po dëmtime tilla nuk i bëjnë keq njeriu. Po, Klodi falje. Jo, pa problem. Atëherë, sikur se thash, fillimisht ka folur avokati zotit Meta, zoti Kujtim Cakrani, që ka pretenduar se nuk ekzistojnë kushte dhe kriteri ligjore që ish presidenti i vendit të mbahet në masën e sigurisë arrest me burg, ka paraqitur si një argument thelbësor edhe një vendim të gjykatës europiane për të drejtat e njeriut, siç është rasti Gëllçi kundër Shqipërisë, pra Thoma Gëllçi, ish drejtori i Radio Televizionit Publik Shqiptar, ku gjykata e Strasburgut në rastin e Thoma Gëllçit ka arsyetuar që masat e arrestit me burg duhet jenë proporcionale në raport me personin ndaj cilit caktohet, dhe për këtë arsye zoti Cakrani e ka përdorur si argument, ndërkohë që më pas ka patur, nuk mund të them debat, se do të ishte fjalë e tepruar, po ka patur një lloj tensioni gjatë përballjes së prokurorit të çështjes Sotir Klapi me ish presidentin e vendit zoti Ilir Meta. Prokuroria ka arsyetuar ose ka pretenduar në seancë gjyqësore
se gjatë kësaj kohe, pra gjatë 8 muajve ka kryer disa veprime hetimore dhe ka pretenduar që një kartë krediti që i përket biznesmenit shqiptaro-amerikan Ardian Shatku është përdorur edhe nga ana e Zotit Meta, pra janë kryer shpenzime nga ana e tij dhe nga ana e ish-bashkëshortes së Zotit Meta, zonjës Monika Kuremadhi. Ky ka qenë pretendimi i prokurorit. Ndërkohë që Zoti Meta refuzon kategorikisht të ketë patur dieni dhe thotë se nuk e ka përdorur asnjëherë këtë kartë krediti për shpenzime dhe thotë që nuk mund të mbajë përgjegjësi për veprimet që ka kryer ish-bashkëshortja e tij, zonja Kuremadhi. Argumenti tjetër që është përdorur në seancë gjyqësore ka të bëjë me kontratat lobuese që ish Lëvizja Socialiste për integrim ka patur me kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Meta pretendon që nuk ka patur asnjë firmë në këto kontrata, ndërkohë që prokurorët thonë që për shkak të funksionit, por edhe për shkak të lidhjeve, për shkak se kryetare e Partisë Lëvizja Socialiste për integrim në atë kohë ka qenë bashkëshortja e tij, duhet këtë patur dieni dhe për këtë arsye konsiderojnë si një akuzë penale ndaj Zotit Meta. Dhe në këtë aspekt ka patur rreth thuajse 1 orë debati ka zgjatur mes tyre, sigurisht në gjuhë juridike. Gjykata pasi ka dëgjuar të gjitha argumentat e palëve vendosi ta lërë në fuqi, pra të vijojë masën e sigurisë arrest në burg për ish-presidentin e Republikës, çka do thotë që së pari Zoti Cakarani do duhet t'i drejtohet gjykatës së apelit për ta kundërshtuar këtë vendim, dhe më pas gjatë rrugës mund të ketë kërkesa të tjera për zëvendësim mase sigurie. Dy ishin momente që mund t'i evidentoj gjatë intervistës që Zoti Cakarani dha jashtë dyerve të gjykatës, një që kishte të bënte me kartën e kreditit dhe Zoti Cakarani ishte shumë i qartë kur tha që Ilir Meta tha nuk e ka përdorur asnjëherë këtë kartë dhe nuk mund të mbajë përgjegjësi për veprimet e ish-bashkëshortes, edhe pse theksoi që SPA ka një qëndrim krejt të ndryshëm dhe e konsideron këtë si fakt penal ndaj Zotit Meta. Dhe së dyti, Zoti Cakrani për herë të parë foli për një avokat grek, i cili sipas tij ka futur në sherr politikën greke dhe tashmë politikën shqiptare dhe është i atashuar me një eksponent të ish-Lëvizjes Socialiste për integrim, i cili aktualisht është i atashuar dhe po mbështetet nga mazhoranca socialiste, edhe pse nuk e tha emrin e tij, nga gjithë analiza juridike, nga gjithë dokumentat që dalin, me sa duket, latën nuk kuptoi që bëhet fjalë për zotin Endrit Brahim Llari. Dhe Zoti Cakrani tha se do t'i drejtohet edhe prokurorisë me kallëzim penal për ata persona të cilët sipas tij kanë dhënë kallëzim të rrem, kanë bërë kallëzim të rrem përpara autoriteteve të drejtësisë ose prokurorisë posaçme. Pra, kjo ishte pak a shumë ajo çfarë ndodhi në seancë gjyqësore, gjatë seancës, por edhe jashtë. Pra, Ilir Meta mbeti në paraburgim. Në paraburgim, po. Zoti Blushi, ç'është qëndrimi i Metës dhe i Partisë Lirisë për mbajtjen e tij në paraburgim? Ju keni biseduar dhe bisedoni shpesh me Zotin Meta. Pas ngjarjes sotme. Së pari, Zoti Rakipi më lejoni të shëroj disa të papërteta, të thënë nga zonja Lana. Dhe këtu unë sfidoja të duke i treguar dhe dokumentin e SPA-kut. Në asnjë rast, SPA nuk pretendon që Zoti Meta është përdorues i një karte krediti. E kundërta është e vërtet. Po, nuk tha Lala që. Lala. Më lejoni... Jo, ti thuaj, ne të kemi zgjidhur për këtë arsye që të flasë çfarë duash, po unë nuk është e dëgjoj keq, po Lala nuk tha. Lala fitoi burimet mos gaboj nga SPA-ku. Jo, nuk fitova burime nga SPA-ku, Zoti Blushi. Zoti Cakrani në parashtrimin e tij që është ky parashtrim, të lutem, që është dorëzuar zyrtarisht. Citoj çka ka thënë Cakrani. Të lutem. Zoti Cakrani thotë, nuk ka asnjë akt apo fakt që të vërtetojë që Zoti Meta ka emëruar apo të besuar zotin Adrian Shatku si administrator të tij. Po kështu nuk ka asnjë akt apo fakt, pra kam cituar në mënyrë korrekte nga njëra anë prokurorin, nga ana tjetër zotin Cakrani. Kështu që nuk ka asnjë të pavërtetë. Ka informuar thjesht. Okej, unë informova çfarë ndodhi. Mos dukemi sikur ne pavërtetën mos e kërko tek unë, kërkoje tek institucionet. Këtë s'ka dua të bëj dhe mund të vi. Të pavërtetën, zoti Rakipi me që jam larg dhe të paktën më lejon. Jo, pa diskutim. Po për këtë shkak kemi thirrur. Zonja Lala referuar burimeve të prokurorisë, tha një të pavërtet, të madhe, për fat të keq që sipër herë keq informuar nga burimet e njëjtshme të prokurorisë, unë e sfidoj sa i përket burimit të saj në prokurorisë, sepse atë çfarë ka thënë zoti Cakrani e kemi shpërndar edhe ne zyrtarisht. Kështu që citimet e zotit Cakrani janë shumë të sakta. E dëgjojmë zoti Blushi atë që tha zoti Cakrani. E dëgjojmë për hir të transparencës së opinionit publik. Po të lutem tani, të mbaroj. Vazhdo.
keni të drejtë me kratë. Atë çfarë cituam nga prokuroria e keni tërësisht të pavërtet dhe për këtë po ju sfidoj të më lexoni qoftë edhe relacionin 2 mujor, qoftë edhe çdo dokument tjetër ku në një rresht të pretenduar për jush të SPAK-ut, pretendohet fakti që zoti Meta është përdoruar si një karte. Nuk është e vërtet. Madje është kjo arsyeja të cilën ne dënojmë sot me forcë, që edhe pse SPAK, pra me që përmendët çështën e kartës së kreditit, pranon që përdorues ka qenë zonja kryemadhi, pikpyetja e madhe është atëherë pse qëndron zoti Meta në izolim ekstrem prej më shumë se 8 muajsh. Sa i përket çështjes së lobimeve, gjithashtu dua të për fat të keq të evidentoj një tjetër të pavërtet. Nuk është hera e parë që përmendet çështja e një avokati grek, është avokati amerikano grek zoti Fidesis, një çështje për të cilën tani më kemi një përgjigje zyrtare të autoriteteve amerikane, të e thot edhe vetë SPAK-ut dhe edhe ne e kemi bërë publike, e cila, pra përgjigje e autoriteteve gjyqësore amerikane, të cilat kanë rrëzuar përfundimisht akuzën e rreme të publikuar sigurisht me porositë e Edi Ramës dhe Charles McGonigalit në revistën e George Sorosit Mother Jones, sikur Ilir Meta kishte paguar $1 milion për të bërë një foto me Trumpin, e cila më pas u rruth në $100.000, pra ishte një nga akuzat për të cila ndodhi rrëmbimi terrorist i presidentit të Partisë Lirisë dhe përfundimisht kemi përgjigjen e autoriteteve gjyqësore amerikane, të cilat e përjashtojnë kategorikisht zotin Meta nga kjo çështje. Dhe këtë e thot SPAK-u, jo Tedi Blushi dhe as avokat Sakari dhe as kushdo tjetër. Gjithashtu dua të nënvizoj një fakt, që nuk ka asnjë fakt penal, nuk ka asnjë provë penale që e bën zotin Meta fajtor, apo përgjegjës, apo shkelës, qoftë të ligjit, qoftë të kushtetutës, përfshirë asaj shqiptare, por edhe asaj amerikane. Dhe është pikërisht kjo farsë e orkestruar, pra si shërat de jure tani më, akuza e lobimit nga verë përgjigje autoriteteve gjyqësore amerikane, de facto ka rënë dhe gjithë akuzat e tjera, të cilat do të çmontohen de jure. Për pa të keq, dua ta theksoj këtë gjë dhe mund t'i referohem edhe të së kaluarës. Prokuror të caktuar në SPAK, keq përdorin gazetar, dhe unë mund t'ja u faktoj dhe me fakte dhe deklaratat e tyre, prej të paktën 2 vitesh, mjafton t'i referojmë rastit për shembull me që është zonja Lala, e cila në prill të vitit të kaluar paralajmëronte arrestimin brenda prillit të zotit Meta. Te i kaloje blush këtë na thuaj në një gjë të hajrit, lëri këto denglat me mua, hajde. Lëri këto denglat, lutem, vazhdo se të njoherët, lëri denglat me mua, kalote faza tjetër. Mbroj Ilir Metën, mos më bëj gjyq publik mua. Se më njeh shumë mirë profesionalizmin tim dhe ty nuk të falet. Te i kaloje 8 se nuk të falet, hajde. Kemi punuar 15 vjet në një gazetë bashkë dhe më njeh shumë mirë. Te i kaloje vazhdo planin. Vazhdo çoja deri në fund shefit tënd politik ato që ke për të thënë. Këtë pjesën time te i kaloje. Jam shumë serioze në këtë. Zonja Lala. Zotri, të lutem, me që po drejtohet zonja Lala, po të them, Tedi Blushi te i kaloje dhe bëj pjesën tënde politike që takon. Gjykimin publik nuk ma bëri ju. Vazhdo të lutem, se nuk më tregon mua se si bëj gazetari. Të paktën ti jo. Vazhdo, te i kalo pjesën tjetër, hajde. Vazhdo pra, te pjesa, te hapi dytë. Te hapi dytë, Tedi, te hapi dytë. Te hapi dytë, vazhdo te pjesa tjetër. Qoj deri në fund, këshillat politike jo mos u lut fare. Këshillat politike të Ilir Metës, qoj deri në fund. Gjyq publik nuk më bëni ju Tedi Blushi se të njoh mirë. Kalo te faza tjetër. Dhe sa për profesionalizëm nuk e gojt flasësh, minimalisht duhet ullësh kokën përballë meje, dakord? E di shumë mirë. Ti e di shumë mirë. Mos kalojmë tek ky moment. Ju lutem, regjim. Vazhdo faktin çka ke për të thënë, çfarë kanë dhënë urdhër me thënë. Vazhdo Tedi, thuaj çfarë kanë thënë urdhër të thuash. Të tjerat lëri se nuk të ecin me mua. Ai është njeriu i nënsishëm i partisë. Po nuk i eci me mua, nuk i eci me mua. Po pra po, nuk i eci, vazhdo. Blushi, ta mbyllim këtu këtë moment. Vazhdo këtë pjesën se nuk ka debatin me Klodin nuk është. Ma bën dot gjyqi nuk sjell ndonjë rezultat. Zoti Rakipi, ju lutem, të paktën më respektoni me që jam larg. Edhe unë dëgjova me shumë vëmendje zonin Dala.
Se i vetmi që po thua ta vërteta jeni ju. Jo, të lutem. Erë për të flasë. Le të mbaroj, hajde. Tani, Donja Lala, kur të mbaroni, më jepni të drejtën Le për të të thot, le të folur. thot. Lala. Të jeni zonë, Qodë, nuk jep le të të thot. drejtën as të jeni arrogante, as të përdorni një fjalon, Po, banan. që nuk Nuk ka asgjë banale në ato çfarë thash. Sa i përket Sa për profesionalizmin tim e di shumë mirë. Jo, të lutem. Që vazhdo bëj detyrën Klodi, të lutem. politike. Vazhdo, Blush, vazhdo. Po pra. Të mos kemi një përpjekje për të ndërtuar një debat mes Lalës dhe teje. Të bëjmë një përpjekje për të thënë çka ka ndodhur sot dhe çfarë do të jetë qëndrimi juaj. Po. Qëndrimi ynë është i qartë dhe në funksion të këtij qëndrimi unë po prinja diçka të qartë, një rast shumë skandalos të keq përdorimit të gazetarëve nga burime gjoja të pavarura, sepse Zonja Lala me të drejtë përmendi shefin tim politik. Atë e di e gjithë Shqipëria, Zonja Lala do të tregoj në fakt nga kush është shefi i saj në kije politik, që e urdhëron të thotë të pavërteta dhe E tha avokati zotit Meta mor zotri. Po nuk do të dëgjosh se nuk e interes. Mos duket, jo, mos duket, po. O Blush, nuk e Nuk është qëllimi, Klodi, lutem. Nuk është qëllimi i këtij emisioni, nuk është qëllimi. Avokati zotit Meta i pranoi Nuk është qëllimi i emisionit që ne diskutojmë tani. Po kaloje se s'kemi arme po debat bashkë, se ka Ilir Meta nuk e ka debatin me mua. E ka betejën me spaku dhe me drejtësinë zotri. Dakor? E ka debatin me spaku dhe me drejtësinë. Sa për profesionalisëm. Zoti Blushi, është shtyrë qëndrimi i Ilir Metës. Tani, këtë po përpiqet të Pra këtë të sqarosh se ky është një problem shumë i rëndësishëm. Pse? Gjithë to kohë ndaluar dhe shtyrë më tej. Jo, më fal. Ju kërkoj unë si gazetar me eksperiencë që çdo gazetar që ngre një pretendim apo një burim të paraqisë edhe një fakt, sepse është e thjeshtë që çdo kush në tutën tuaj më thot filan burim më ka thënë kështu dhe ndërkohë nuk bën asgjë tjetër veçse keq përdor emisionin tuaj të nderuar për të dhënë informacione të pavërteta. Nuk deklaratat e zonjës Lala nga prokuroria janë të pavërteta dhe unë sfidoj të tregoj dokumentat e prokurorisë me rast të vazhdoj ose ja ka dhënë në kasetë të regjistruar. Ato çfarë tha zotin Takani i kemi shpërndar edhe ne zyrtarisht, po ato janë të vërteta. Unë këmbur dhe e përsëris dhe e sfidoj edhe zonjën Lala në rast se më tregon një provë. Një fakt penal. Nuk jam organ akuze, zoti Blushi, nuk jam organ akuze, kuptoj e qartë, se ky është problemi jot. Nuk do ta kuptosh, se ke kuptu kur s'ke për ta kuptu. Nuk ke për ta kuptu. Ne njihemi mirë, nuk ke për ta kuptu, Blush. Nuk të ecin intrigat me mua, vazhdo planin. Ec, te i kalo. Sepse këto historit, prallat e tua nuk ja tregon dot publikut, nuk i shet dot me mua, nuk ti ble njeri. Vazhdo, mbaj qëndrimin tënd dhe vazhdo jetën. Shumë e thjeshtë është, të pavërtetat lërt me gjykoj publiku, nuk me gjykoni dot ju. Të pavërtetat të gjykon publiku. Dakor, është audio-video seanca. Të sfidoj, nxirre audion. Të sfidoj, nxirre se je pala aty, nxirre. Nxirre ta dëgjoj publikun, të sfidoj publikisht. Të sfidoj publikisht të sfidoj. Se nuk ngrita akuzë, raportova në mënyrë profesionale, të sfidoj. Unë e pranoj. Po s'ke qa do pranosh ti. Thuaj qa ke përthën se ta kam thënë gati dhe mbaro, hajde. Unë nuk pranoj sepse unë nuk marr urdhra nga... Baro, Blush, baro, se ti ke shef politik. Le ta thot, qa doj. Ne kemi thirrur që ai thot qa do. Qa doj, po ta thot me ka me drejtësi. Pastaj ti thuaj në fund pra, në fund ti thuaj Blush, lutem kjo. Është nivel shumë i ulët për të marrë, hajde, kalojmë se nuk ja vlen. Irritimi i Klodit është në fakt irritimi i Altinit. Edhe kjo është e qartë, po unë nuk kam asin debat me Klodit. O Blush, e kam irritimin me ty personal, Blush. O Blush, e kam me ty personal. Se të njo mirë, Blush. Thuaj a dikujt të njo mirë. Kaloje, të lutem, mos e bëjmë personale, kalo. Kalo, Blush, mos të detyroj me pol, kalo. Kalo, Blush, lutem. Lutem, mos e këtim personale, vazhdo. Më falë. Duhet ta dish që Tedi Blushi nuk ka skenuar asnjë akt kriminal në emër të familjes vet për të përfituar argëtim politik në Angli. Dhe ky është fakti. Vazhdo më tej. Zoti Rakipi, kush ishte pyetja? Kjo ishte e tepërt kjo tash. Qa është kjo më? O Blush, s'ka ishte e tepërt. E në akuza kështu qesharake? është tur, më duhet vit tur prej vetes. Njeri punon këtu. Duhet vit tur, po Blush. Me zi me rogën e vetë, do të marrë rogën e vetë. Pa jo më s'kam që të mbroj tani unë të O Blush, po nuk ka kuptim. O Blush, Ai ka qenë gazetar vetë. është tur, po Blush, se ke qenë gazetar, o Blush.
Dakord? Është turp. Unë jam këtu Blush, jam këtu për debat me ty. Jam këtu, më shifën sy. Jam duke bërë debat me ty. Dhe mos më tregon mua azilin. Dakord? Vazhdo, Blush, vazhdo. Mos më bëj të flas, vazhdo. Dakord? Klodi, unë të sfidoj të flasës çfarë të duash. Blush, meru me çështjen. Nuk më bën dot gjykim dhe lëri pradhat me mbret se është turp kjo që the. Ki kurajon dhe kërko falje politike se jam këtu përballë teje. Dakord? Jam këtu përballë teje. Kërko falje Blush, moralisht, Blush, kërko falje. Jo, kërko falje. Tani që të mos degradoj biseda, unë them ta stopojmë në këtë moment. Jo, duhet kërkoj falje për atë që tha zoti Rakipi, se jam këtu unë. Blush, unë besoj që edhe prove. Dhe duke që ju kishit një gjë pa e lidhur me ngjerën e sot, me duke si u kishit një gjë. Unë s'kam asgjë, thjesht përmenda disa fakte. Po jo se ajo përmendi avokatin dhe çfarë thot Spaku. Kjo gazetare merr burim, kjo sjolli burimet. Njeri është burim avokati juaj. Ajo e fundit po prapë. Hodhi pra hodhi. Po e tregja, se është qesharake. Leta thot pra. Qesharake, tregja atës. është leta thot. Unë fola për të ditë. Se kanë qenë fëmijët e mi Blush, o Blush, kanë qenë fëmijët e mi. Po leta si ju lutem. S'ke tur. Zoti Rakipi. Mos ju lutem se po agravon biseda. Kush është pyetja juaj? Kush është pyetja juaj sepse shfaqimi Pyetja është ju pretendoni që Meta përballet me persekutim politik. Krahas hapave ligjor që Meta do të shkojë deri në Strasburg. Çfarë do të bëni tjetër si pjesë e koalicionit opozitar? Kemi dëgjuar doktor Berishën që thotë që ka hedhur idenë e protestave. E kam parasysh këtu që gjykoj kështu, domethënë ndërtoj këtë pyetje në këtë mënyrë edhe për faktin që është zgjatur afati i hetimeve për Ilir Metën, një kohë ku ka një kohë shumë të gjatë. Dhe nuk ka përfundime. Dhe pse zgjatet kaq shumë? Këtë se dini ju, se dini ata që zgjatin, por çfarë janë hapat tuaj? Zoti Rakipi, e para dua t'ju sqaroj dhe dua t'i sfidoj ju dhe këto tjetër në studio që të më tregoni apo të tregoni opinionit publik një fakt apo një provë penale që e implikon zotin Meta në raport me ligjin, në raport me kushtetutën. Unë jam gati nga ky moment i përgjigjem kujdo që ka një pretendim të kësaj natyre dhe nuk mund të lej pa përgjigje këdo që shpip me burime të pa informuar. Ja, shiko, unë nuk kam ndërtuar një emision, jo të lutem, tani unë do ndryj fort. Ja, Blush të lutem, unë nuk kam ndërtuar një emision, po të lutem. Edhe ne jemi njifemi herët bashkë, kemi punu bashkë. Se Blushi duhet të mbroj Metën, nuk ka betej me Klodin, nuk e mban Klodin burg Ilir Metën. Jo, nuk kam asi betej me Klodin. Blush, se unë kam idenë që ti, po ne njifemi dhe, po ne kemi misi bashkë, njifemi dhe më vjen kejtën, kemi punu bashkë. Dhe tani, që thua që njeriu, që i kanë shpuar derën me plumba, mos e kthejmë aty. Që thua që një gjithë të ngresh një skenin pastaj që s'ka kuptim fare. Pik kuptimi s'ka. Tani e lem këte. Blush, qëfar do të bëni ju për të mbrojtur Ilir Metën? Do të shmontoj atëre. Që mund të ndiqe shumë mirë Ilir, mund të ndiqe Ilir, të mos ishte në burg. Qëfar do të bëni ju, që janë hapat tuaja dhe të opozitës për këtë problem? Unë dua të sqaroj që zoti Meta kur nuk e shmangur për balles të tij me drejtësinë, për balle të cilën ai e ka fituar si brenda ashtu edhe jashtë vendit, madje dua t'ju kujtoj fitoret e tij në komisionin e Venecias përballë Rilindjes dhe Edi Ramës, fitore 5-0 në mbrojtje të kushtetutës. Dua t'ju kujtoj faktin që nuk ka asnjë fakt dhe asnjë akt penal ndaj tij në raport me shkeljen e ligjit apo të kushtetutës. Ne jemi duke i çmontuar të gjitha këto akuza politike, një akuzë tani më, ajo e lobimit, është çmontuar edhe de jure nga autoritetet gjyqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përgjigjen që i kanë kthyer në 15 nëntor të vitit kaluar vetë Spakut. Ku faktojnë dhe ku sqarojnë se nuk ka asnjë fakt dhe asnjë provë që e lidh zotin Meta me ta quhetur çështje lobimi. Për të gjitha akuzat e tjera, për cilat mund të ketë përgjegjës, mund të ketë shkeljes ligji, secili duhet të mbajë përgjegjësi para ligjit. Por zoti Meta vijon të mbahet në izolim ekstrem pa asnjë fakt dhe pa asnjë provë penale. Ne do ta çmontojmë të akuzë, sepse kemi të bëjmë
me një farsë në vlerësimin tim, më farsa e shekullit që vetë ky regjimi cilësuar edhe si armatura nga mega më e madhe amerikane ka ndërtuar ndaj tij, një proces i cili ka vite për që mazhoranca hedh balë përpiqet të ngrejë lloj akuzas asnjë të faktuar, dhe sigurisht pasi të mbarojë procesi, pra pasi të mbarojmë gjithë shkallët në të asociuar drejtësi shqiptare, do shkojë në Strasburg. Do jetë Strasburgu, ku të jeni të bindur që Shqipërisë do t'i vjet një njollë zezë në raport me respektimin e lirive dhe të drejtave të njerëzit, sepse është jo vetëm shkelje e kushtetutit të Republikës së Shqipërisë, por sigurisht kemi të bëjmë dhe me shkelje flagrante të konventës për të drejtat e njerëzit, sepse nuk mund të mbash në izolim ekstrem, pasje fakt dhe pasje provë penale, një njeri të zakonshëm dhe jo më një ish kryetar shteti, ish kryeministër dhe ish kryetar parlamenti. Në një gjë për Blushin? Bushat? Jam i hapur për çdo pyetje sepse për fat të mirë nuk i shmangem asnjë lloj përgjegjësie publike. Tela? Jo, s'kam pyetje. Nazarko. Nuk ka, është avokati që ka bërë mbrojtje dhe këtu. Jo, se është mbrojtja, po. Ka një moment Nazarko të rëndësishëm. Organi i akuzës zgjati jetimet për sa kohë? 3 muaj të tjera. 3 muaj të tjera. 3 muaj. Pse? Është interesante kjo. Tani ta marrësh njërin të blokojë gjithë kohë këtu dhe për çfarë është kjo? S'ka prova, ky është tek. Zoti Rakipi, duke i kërkuar ndes për dëryre, dua ta theksoj që zoti Meta është në hetim që nga dhjetori i vitit 2019, pra ka 6 vite në hetim, janë faku. 6 vjet nuk janë i cili pasi e rëmbeu zotin Meta në tetorin e vitit, në 21 tetor të vitit të kaluar, kërkoi shtyre me 6 muaj të afatit e hetimeve, pra deri në qershor, ndërkohë që i ka ngritur edhe akuzën, pra i ka marrë të pandehur në datën 27 maj, tani kërkon edhe shtyre me 3 muaj tjerë të afatit e hetimeve, pra është në kërkim të provave të cilat nuk ekzistojnë. Është një histori si gjyqet apo si burgosi në kohën e diktaturës, ku me urdhët e Enver Hoxhës arrestoi armiku i klasës dhe më pas angazhoi gjithë partia në pushtet për t'i gjetur provat. E një tip fenomen po ndodh edhe tani. Pra zoti Meta me urdhër publik të Edi Ramës, nga tribuna e Asamblesë së Partisë Socialiste, një urdhër i diktuar nga qartë në Gonigali, për cilën ai sot është duke vuajtur dënimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një falsitet i publikuar në gazetën në revistën e George Sorosit, Mother Jones, i amplifikuar nga gazetarët e kapur me 1001 fije, cilat po të toni dhe zbardhin nga kjo mazhorancë dhe nga ky sistem drejtësie, dhe ja ku ndodhemi tani. Pra, jemi në një situatë absurde, të rëndësish politike, të rëndësish farsë, kur unë doj këto gazetarë në rruzullin toksor, të mu publikoj një provë dhe një dokument cilin as vetë spaku nuk e ka, se në qëftë do t'a kishte, që është tani do kishte shkuar. Gazetarët të analistët nga 5 fjali për procesin Meta deri sot. Tani. Dëgjon dhe Blushi, është në lidhje me ne, po? Do të ndajmë dy gjëra. Ilir Meta, që ka themi në pushtet, që nga viti 2001 në gjithë pozicionet, e larta shtetërore, kryeministër, kryetar parlamenti, kryetar partije, president, nifet në popull dhe ka një perceptim, si që njojnë gjithë, që një njeri që është i futur kokë e këmbë në korupcion. Pra nëse ti do bëjë një sondazh në publik dhe do thoje, ky Ilir Meta a do duaj të dënohet, hetohet, akuzohet për korupcion, 1% shumë e lartë e njerëzve do të thoshte po. Po, këtë është gjyq publik. Po, pra po. Ky është gjyq publik. Tani, ne duhet ndajmë dy gjëra. Debati që bën Klodi me Tedin është përsa i përket provave, pra ka apo s'ka prova spaku. Ajo që ne duhet të vlerësojmë sot është vendimi për ta lënë Ilir Metën në burg pa afat përsëri. Pra për cilën arsye, spaku dhe gjykata e vendosin Ilir Metën në burg. Cila është arsye që Ilir Meta duhet të vazhdojë të qëndrojë në burg? Akuzat ndaj tij mund të jenë mal. Akuzat ndaj tij mund të vërtetohen. Mund të merret i pandeu, mund të shkojnë në gjykatë, mund të dënohet, po i gjithë ky është një proces, dakor? I cili mund të kërkojë edhe 1 vit, edhe 2 vite, edhe 3 vite. Por që Ilir Meta të qëndrojë në burg pa
asnjë argument nga ato që e detyrojnë dikë të rinë burg. Pra Ilir Meta duhet të qëndrojnë burg sepse ekziston frika se mund të aratiset. Askush nuk mund ta thotë, pra nëse ne do lexojmë nesër pas nesër kur të zbardhet vendimi i gjykatës, nuk e di se si do i përpiloj fjalët gjyqtari për të thënë që ekziston rreziku që Ilir Meta të aratiset. Ekziston rreziku që Ilir Meta të prishi provat. Pra këta i kanë provat dhe po diskutojnë për një kartë. Është përdor karta, s'është përdor karta. Çfarë do i bëjë Ilir Meta asaj kartës? E dyta. Dhe është një hetim që ka nisur që në kohën e Qezit, por është thelluar në 2019 me këtej. Dhe e treta, ekziston rreziku që Ilir Meta ta përsërisë këtë vepër penale. Pra ky është arsye që ti mbahesh në burg, sepse ke rrezikshmëri shoqërore, mund të përsërisësh këtë vepër penale. S'ka asnjë shans ta përsërisi. Pra të tre këto argumente bien. Dhe do jetë domethënë e çuditshme arsyetimi që do përdori gjyqtarja për të thënë që po, ne do ta mbajmë ende Ilir Metën në burg. Kjo është absurdja. Dhe këtu ti pastaj fillon dhe mendon që ai grupi i prokurorëve, i gjyqtarëve që marrin vendime të tilla, që organizojnë skena të tilla arrestimi në publik të Ilir Metës, nuk kanë mision për të vendosur drejtësi dhe për të imponuar drejtësi, por kanë mision për të bërë spektakël, për të krijuar kastën, për të thënë që ne jemi grup njerëzish që do vendosim drejtësinë në këtë vend në këtë formë që kemi marrë ne. Nesër pas nesër, gjithë këto procese, si i zotit Berisha, si i zotit Meta, si i Veliej, si që ka shkruar i Thoma Gëllçit, pa diskutim që në gjykatën e drejtave të njeriut në Strasburg, dorëzohen gjitha. Pra nuk do ketë argument atje që të thonë po, ishte e drejtë që të mbaj Ilir Meta në burg. Nga raportimi i Klodit, në fakt, mungoj, ose ndoshta si shaun këtu, kjo pjesë pra që duhet nga pala, nga prokuroria, nga gjykatat, duheshin argumentat pse ai duhet vazhdoj të qëndrojë në burg. Pra, a ekziston rreziku i arratisjes, a ekziston rreziku i dëmtimit prova, apo i kërcënimit dëshmitarës, dhe ky është element. Po kjo, apo Tonë sot se nuk është zbardhur vendimi. Po pra, po ama është bërë debat aty këtu. Sigurisht që ka pasur thelbi debatit. Unë raportoj. Po pra, po, kjo që na vjen këtu është debat mbi provat. Pra çfarë provash ka prokurori? Blush ishte ti në seancë? Nuk ka. Jo, nuk ka asnjë seancë. Tani vetmi argument, domethënë që mendoj unë që përdor prokuroria, por Klodi pastaj ka atë interpretimin e vet, ose ka kontaktet e veta, më të është që krimi për cilin akuzohet ai është aq i rënd, ku diun parashikohet një dënim XY, nuk e di 12 Po, 10 vjet, 12 vjet. Po duhet të kenë masa pra me këtë argument duhet rrinë deri në fund procesit në burg ai. Po kështu kështu i bie. Do jo që këtë argument për. Jo, po kështu i bie pra. Unë jam dakord me atë me arshyetimin tënd që edhe arresti nuk duhet të kishte ndodhur. Arresti në burg mund të jetë për një individ që vret. Dhe është rreziku që po ta lesh te shtëpia mund të vrasë dikë tjetër ai. Vetëm nëse do kishte prova. Ose mund të vjedhë dikush tjetër. Por një politikan ta mbash në burg pa pasur argument se pse duhet rinë në burg, argument bindës së qëndësishme, sa ata mund shkojnë çfarë do të qefi atje. Kjo nuk qëndron. Pastaj provat janë provat, ekzistojnë kartat, ekziston korrupsioni, ekzistojnë përgjimet. Kjo është komplet tjetër çështje. Mendoj edhe gjë tjetër që gjykata duket sikur ti e ke shtuar afatin sepse s'ke prova. Një fjalë po, eksaktësisht, nuk ka prova, ka vetëm një provë. Diskutohet vetëm për atë provën që është kjo karta e kreditit, por unë mendoj një çështje që duhet shtruar këtu edhe do na kishte kursyer pastaj këtë përplasjen që ti që jam unë midis Klodit edhe më duket të keni qenë student të dy bashkë në një klasë, po kjo është gjë tjetër. Është fakti që ndoshta gjykata, SPAK-u, prokurori BKH-ja duhet të kenë një zëdhënës. Pra në gjyqe të tilla me ndjeshmëri të lartë duhet ofrohet një version i të vërtetë të zyrtarit. Unë mendoj që kjo është më janë zëdhënësit, janë zëdhënësit zotin Nazar. E di, po flisja për Ja, të dëgjojmë dhe zotin Bushati dhe konkludojmë bashkë. Ja, një minutë. Dëgjojmë dhe Bushatin dhe konkludojmë pastaj bashkë. Tani hiq Tedin, që edhe ai është me vones, nuk besoj që në këtë studio ka njëri që është mbështetës i Ilir Metës apo e ka përkrahur Ilir Metën. E megjithatë gjithë studio po thotë që mbajtja ti në burg dhe arrestimi ti është e gabuar, me çfarë dëgjova unë gjithë kolegë. Po duhen prova tani që të mbash. Kur themi këtë, Kur themi këtë duhet ngrem një pyetje tjetër, që kur themi arrestimi apo mbajtja në burg është e gabuar, duhet themi pse kanë gabuar. Kanë gabuar se janë të paaft, apo kanë gabuar se kanë marrë urdhër.
se në optikën time, Ilir Metën nuk po e mban burg Spaku, po e mban burg Edi Rama. Dhe po doni ja u them sepse. Urdhri, urdhri erdhi nga Kongresi i Partisë Socialiste, po na sose durimi për të parë Metën burg, Edi Rama. Në qoftë se mbani mend, sa po la Ilir Meta presidencën, parlamenti i këtij vendi prodhoi një projekt ligj për të nxjerrë spionët nga politika. Tentativa e dytë për ta nxjerrë Ilir Metën nga politika. U pa që ishte shumë e trash. Pastaj bën dhe një ligj tjetër, projekt ligj tjetër, që ky mund të ri kryetar partie, po një kryetar partie që ka një spion, pasi e shpallën spion Ilir Metën, nuk do lejohet të marrë pjesë në zgjedhje. Pra, kemi një varg përçapjesh të Partisë Socialiste për ta zgjedhsuar Ilir Metën si person dhe atë partinë e vogël që ai drejtonte. Bën llogarin ta nxjerrim me votim nga PS-ja apo ta nxjerrim me këto mashat e Spakut. Zgjodhën mashat e Spakut për ta bërë këtë punë. Dhe të flasim ne sot, ishte karta si ishte karta, e banalizojmë atë që është në sy të gjithëve, që nuk po mbahet Ilir Meta për një kartë. Unë mbaj mend kur kam lexuar atëherë dosjen e Metës. Në dosjen e Metës thuaj që Meta dhe Monika, një nga arsyet pse për cilat janë burg, janë se do merrnin një vil për të kaluar një ligj. Dhe ishte një ligj që e kishte propozuar një deputet i Edi Ramës, e kishin votuar 50 ca deputet të Edi Ramës, dhe në burg duhet futej partia e minorancës me 20 kryetarit cilës në rastin më të mirë kontrollon të 20 deputet. Pra, jemi në atë nivel absurdi që unë nuk e di si mundet ta justifikosh. Pra, edhe prapë dhe unë bëra gabimi që hyra në një element dosjes, sepse gjithë të elemente dosjes duen marrë, duen bërë shuk dhe duen hedhur në kosh, për një arsye të thjeshtë, që dihet që Ilir Meta nuk është për shkaqe të drejtësisë, për shkaqe juridike. Është një burgosur politik për shkaqe politike, dhe e fundit fare është që dihet që e gjithë rruga e Spakut, pra gjithë goditja që ka bërë Spaku, shkon sinkron me goditjen, e mbani mend atë videon e Lefter Kokës me Edi Ramën tap dhe me që throsni Nasip Naçon. Hajde ti këtu. Nga Nasip Naço deri ky brajmllari i fundit, tentativa e Edi Ramës ka qenë një gjë, shkatrimi LSI-s dhe i Partisë Lirisë. Kush e realizoi? E realizoi Spaku. Pra të flasim tani për element të dosjes, kur kemi shumë të qartë pasqyrën politike pse ka ndodhur goditja, unë vetë kam qenë kritik me Ilir Metën, e shpesh kur ka qenë kryeministër e kam akuzuar dhe si të korruptuar, i qëndroi atyre akuzave, po në qoftë se Ilir Meta ka qenë ajdut, Ilir Meta para Edi Ramës është xhepista autobusi si ajdut, qoftë se ka vjedhë në gjë. Dhe ky Spaku tani që merr Ilir Metën dhe nuk shef elefantin e ajdutërisë, këta janë karagjos. Prandaj me faktet që na servirin karagjozët, nuk duhet merremi, them. Pra blush opinioni i tretë ftuarve me analistë dhe se Klodi përshkroi çfarë ndodhi sot dhe ç'ishin burimet. Mos ko fare Rakipi se kam raportuar në mënyrë profesionale dhe jo blushi, po zoti zbres në tokë nuk kivet asnjëherë. Për atë të fundit të kërkojnë ndjesë. Në tokë. Për atë të fundit duhet ta dëgjoj me zë dhe me figurë të kërkoj falje. Po, fale Klodit. Ose ndryshe do shkoj në gjyq me mua te di blushi. E ke gabimet. Dakord, kemi ndar një tavolinë pune
Dhe nuk dua të flas dhe kaq. Ajo që bëri është shumë e rëndë për familjen time. Për pjesën tjetër, sa për raportimin, mund të ta jap të cituar nga zoti Cakrani, meqense ngritin e dyshim, jo të lutem, nga zoti Cakrani e cituar në dokumentin zyrtar, jo të lutem, jo mos u bind fare të bindet publiku. Atëherë ky është parashtrimi i bërë nga avokati zotit Meta. Dakord? Dakord. Është i edhe burimi tjetër. Me thirr dhe me vul. Ti me këtë punë merresh. Ju zoti Cakrani, të lutem, bushat më lër të sqaroj këtë moment. Dhe pastaj Blushi le të vazhdoj. Jo të lutem, unë po raportoj korrektësisht. Faktin për cilin ju po debatoni. Fakti që debatohet, ka vetëm nuk kam asgjë të vjetër me Jo, Blushin. lëre marrëdhënien personale. Për procesin Atëherë, për procesin raportova korrektësisht. Dhe avokati thot, të lutem, zoti Rakipi nëse më lejon. Të gjukatës... është me dokument morzotri, jam është dokumenti zyrtar, është dokumenti me firmë. Zoti ka raportuar këtu atë që ka raportuar avokati dhe institucioni i Spakut. Dhe këtu zoti Cakrani thot në ligjërat të drejtë, si rezultati i kësaj veprimtarie dhe abuzimit të pushtetit, palët, pra zoti Meta dhe zonja Kryemadhi, kanë përfituar nga shtetasi Ardian Shatku dhe Unify, të ardhurat të konsideruara duke përfshirë përqindjen e fitimit dhe pajisje nga zoti Shatku me disa herë me karta krediti. Megjithatë, thot avokati, ky pretendim i prokurorisë është tendencios, i pavërtet dhe nuk ka asnjë provë apo indicje. Dhe zoti Meta nuk ka qenë në dijeni të përfitimeve të palishme nga ish-bashortja. Ku është e pavërteta këtu se Blushit i duket e pavërtet? Le të marrëzoj. Kaq. Këtë raportova, Blushit i intereson, ja kanë shkruar të zezë mbi të bardhë, që dalë dhe thotë që jo, kjo nuk është e vërtet, të mbajnë... Unë Blush po t'isha më nëtendo i thosha, se bëm dhe gabime ore. Të lutem, mund t'a qoj këtë dokumentin, t'a shoj zoti Blushi, se base se ka letëzuar. I thosha ndes. Jo, base se ka letëzuar, ka letëzoj. Njeriu respektohet më shumë kur thot ndes, kur bën një gabim. Si na iku Blushi kështu? Po iku pra se ju fik tani pajisja, se s'ka qa thot. Jo, nuk e ke. Rregullohet pajisja urgjent. Shpejt. Po të kaloj zoti Rakipi dhe dokumentin. dokumentin. Ore, mos është fikur ekrani. Jon. Nuk ndodh. Ha? Nuk ndodh kjo gjë tani, ndodh se ti ke parë të kaluar, nuk po ndodh rrallë. Pash një video kur sisha këtu. Po tani çfarë bëjmë tani ti ke parë po të shikosh video që ka filluar të fotë YouTube-i se ne i biem kod TikTok-ut. Të fotë YouTube-i, fotë video shumë çuditshme. Për shembull ka vdekur filani thotë. Për njerëz që janë gjallë. Edhe si shpikin. Edhe që po ti si ke parë do t'i tregoj unë. Se video për diabetin. Blushin edhe një herë më lidhni dot. Ç'a ndodhi xhanëm? Diku. Atëre e donim dhe 3-4 minuta, ha? Diçka ndodhi aty, u bësi një kresh, u zbe figura, gjithë sikur hodhi Trumpi bombë. Edhe kjo prova që citon Klodi dhe ka citon bëjnë debatin pa lidhje. Prap, në odhën prova është një provë për hetuar, për të akuzuar, për të marrë paterë. Po lidhe pra jam online, zot Blush, fjalët e fundit. Dakord, në do mendimin tim se nuk më pyeti zoti Rakipi është i drejt apo jo arrestimi i Ilir Metës. Urdhro, thuaj tani ti dhe flet Blushin fund. Ylli Rakipi nuk më pyeti çfarë qëndrimi ke, nëse është ose jo i drejtë. Qëndrimi që ke, Klodi? 60% e të paraburgosërve në Shqipëri nuk duhet jenë në mas siguria arrest me burg. Dhe prokuroria shqiptare, si Spaku dhe jurisdiksioni përgjithshëm, e te i kalon këtë gjë. Nëse do këtë pyetje edhe si juriste, dhe unë këtë qëndrim e kam bajtur dhe në takime zyrtare, dhe në dalje publike e tjera me radhë, nuk mu bo kjo pyetje. Mu pyet çfarë zhvillimesh kishte në seancë. Në do qëndrimin tim, po është e vërtet, prokuroria shqiptare abuzon me masat e sigurisë arrest në burg. A është ky rasti? Duhet shoh vendimin e zbardhur. Por kjo nuk do të thotë që raportimi korrekt të merret si një sulm nga ana e zotit Blushi se po i bëjmë zotit Meta. Unë jam gazetari, jam për të raportuar çfarë pretendojnë palët. Sa i përket masës së sigurisë arrest në burg, jam e qëndrimit që përveç se krimeve të rënda, që parashikoj një marsh mbi statutin e burgimit. Tani, zoti Rakipi, unë do të shikoj vendimin, sepse realisht do të shikoj vendimin e zbardhur për të kuptuar edhe argumentat lidhje me këtë. E fundit Ja, vetëm kërkoj pak minuta të më dëgjoni me qetësi pa për zhurmuesi në studio. Të pari është fatkeqësi e madhe kur nuk dëgjon as atë çfarë flet vet. Edhe këtë e ka për mikeshën time, më fal për ta marrë. E ka për mikeshën time Klodian Lara që nuk mban mend çfarë atë hyrë në emision.
Po, çati thënë? Unë nuk kisha dhe nuk kam asnjë debat me Klodin. Klodi është një mike shumë e mirë. Unë e kisha me burimet që e keq përdori Klodin për të dhënë informacione të pavërteta. Është dokumenti juaj. Falje kërkoj. Është dokumenti Në juaj. një farë mënyrë kërkoj falje, po jo tani ti tani mos do falje kështu që të vinë njerëz të Jo, nuk kërkoj falje se ato e keq informojnë, pra kjo thot pavërteta, thot, prap. Prap thea. Është dokumenti juaj, mo Blush, o Blush, mban firmën tuaj, more. Kjo është problemi. Po të shtë bërka vapa dhe aq mirë, po e the prap. Po më pasë. Tani. Jo, po tani, unë nuk jam... Sigur të alem tani këtë bisedë se nuk shkon me. Jo, e lam. Tani, me që jemi të çështja e zotit Meta. Tani unë dua, çfarë ju do bëni për këtë problem, o zotri? Qa të bëjnë Se ky do vazhdoj aty. I dashuri... S'pa u ka drejti zgjatë e timet prap, 3 muaj tjere, 3 muaj tjere. Jo, maksimum Deri një vit. Deri një Zotin vit. Akipi. Unë hapat ja u qarova pak minuta më parë. Por gjithashtu dua të qaroj që nuk kemi asnjë iluzion që rëmbimi dhe burgosja... Jam i qartë për këtë. Pyetja ime ç'a do bëni? Ç'a të bëjmë? Po ja u qarova, do t'i çmontoj një për një të gjitha akuzat sekundër një nga akuzat që ju e ka rënë. Dhe është çështja e lobimit dhe pasi të ezaurojmë të gjithë shkallën dhe demontimin e akuzave edhe në publik, ku është hedhur jo do çmontoni njëri që ju ka çmontuar. Më fal. Madje një nga të mashtruarit është e zotit, një nga të mashtruarit aty është e zotit Tela, i cili tha që ka një perceptim të madh. Domethënë, më vjen keq edhe një gazetar me kaq shumë eksperiencë. Po vend diskutim perceptimin e publikut. Po t'ishte ndryshe, e kishin votuar Ilir Metën si fitues, nuk e jepnin 2%. Jo, nuk të mos e vazhdojmë të. Tënë nuk e kemi. Tela Tela shpreu një fije perceptimi të një pjesë e një. Nuk ka rënë si kjo punë. Tu nuk bën gjyqje popullor. Institucioni që ka kryer aktet, ndalimin, arrestimin e të gjithë, duhet të përgjigjet me prova. Nuk ka lidhje me perceptimin që mund të njerëzit. Pikërisht, po të mos harrojmë që deri në këtë vit... Blush, do bëni çmontimin. Konkretisht, ç'a keni tani? A keni alternuar me doktorin për këtë punë të gjithë, me si do ta bëni? Si opozit, ç'a do bëni? Edhe ta mbyllim. Në raport me çështjen e zotit Meta. Po, me çështjen e zotit Meta se çështje tjetër kur po të kemi do të thresim. Sigurisht është një çështje e përsërisë të cilën ne do ta demontojmë çdo akuzë hapalcapi në opinion publik dhe në to strukturat e gjoja kësaj drejtësie që në fakt vetëm drejtësi nuk është. Ne sigurisht do të shkojmë në gjykatën e Strasburgut ku të jeni të bindur që fitoria do të jetë një fitore spektakolare edhe pse për fat të keq Shqipërisë do t'i vihet edhe një njollë tjetër e zezë. Madje më lejoni të përmend edhe tre mos i thuaj shumë se çiko çfarë bëjnë thaçi aty. Ku është ky tash? Teatri. Në vend tjetër. Po edhe ju keni qenë skeptik, zoti Rakipi, ju keni qenë skeptik edhe gjatë betejave të zotit Meta me Edi Ramën në Komision të Venezës, po të gjitha u fituan 5-0, sikundër të gjithë paralajmërimet e tij. Për vitesh me radhë, janë kritikuar për jush, edhe pse... Ma fut edhe mua në fond, po hajde vare. Tonaliteti apo epitetet e përdorura për ti vitet e kaluara. Por duhet i përmend edhe 3 element, me që aty u trajtuar sytë tuaj. Çështja e Aratisjes. Ka qenë me 10 gazetarë, tani që mos përmend emra konkret, po besoj aty nuk. O Blush, se tani ne jemi kolegë, kemi punuar bashkë. Tu 5-0, tani të del Edi Rama, se 5-0 del kush ka pushtetin. Tani 5-0 të fiton e drama. 5-0 është i betej e fituar... 5-0 dhe në 8-2 të fiton e drama. Se a i ka tani... është fituar... Tani ne po flasim për institucione që japin drejtësi dhe këtu s'besoj se ka njeri dyshimi për legitimitetin e gjykatës të Strasburgut. Tani duhet të trajtoj 3 çështje. Çështja e Aratisjes. Për të cilën zoti Meta vete ka për të qartë, i ka pasur partner dhe mish të shumë të huaj, të cilët e ka paralajmëruar zotin Meta për të që do të ndodhte. Duke i ofruar kemi shumë pak kohë. Duke i ofruar dhe azil politik në vendet EBS dhe të NATO, oferta të sinqerta të cilat janë refuzuar kategorikisht nga zoti Meta. Sepse në radhë të parë, regjimi pikërisht prandaj kishte përdorur gazetar për të paralajmëruar Aratisjen, në mënyrë që kjo gjë të ndodhte dhe zoti Meta të vetë fajsojë.
Kjo gjë nuk mund të ndodhte kurrë. E para, në zoti Meta, dhe ditin që ka ndodhur rëmbimi, ka qenë në Kosovë dhe ka lajmëruar një tani publike dhe besojmë para se të mbërrimte në selinë e Partisë Shtetisë për të mbante konferencën e Shqipër, ka ndodhur edhe një rëmbim kriminal. Kjo shkurtimisht për çështjen e Aratisjes. Për çështjen që zoti Meta konsiderohet si recidivist. Në totë. Ky është një tjetër nga skandalet e SPAK-ut. Sepse të pretendosh je recidivist përsëritës, do të thotë që kemi të bëjmë me një individ i cili më herët është dënuar nga gjykata. Nuk ka asnjë vendim. Në 32 vite shërbim publik dhe politik të zotit Meta, që ndaj tij ketë patur një vendim që e shpall atë fajtor me raport me ligjin. Blush, jemi në limite, unë të falenderoj. Jo, ishte kënaqësi, por ju lutem, si gazetar i vjetër, jam të paktën zoti Nazar do të ndihet mirë që Tedi Blushi, edhe pse në politikë është shumë korrekt, si ish pedagogu im me raport me të vërtetën. Dhe sfidoj këdo që flet në emër të vërtetës, këto gazetarë që pretendojnë që është i vërtet, të tregoj prova aty. Në qoftë se nuk e prova, i keq përdorur ose e keq përdorur. Faleminderit, natë mirë. Natë e mirë, të falenderoj shumë. Ne do të jemi përsëri bashkë edhe në studio, jo vetëm në lidhje kështu. Kur të doni ju? Faleminderit. Kur të doni ju, jam gati. Të falenderoj. Në rrëllë të qëkus të kishim për pikën e parë të kësaj pjese, ajo që ka ndodhi sot me Ilir Metën dhe vijon a i vazhdon në paraburgim me një zgjatje të pakuptim të thanë dhe kolegët, po dëgjohet shpesh gjithandej, se për një kohë kajtë gjatë, 6 vjetë e time, sigurisht duhet kishte edhe përfundime. Kalojmë në një moment tjetër për këtë pjesë 70 vjetë burg për metamorfozën, mos gaboj për vitet se ju mblodat të gjithë, po e pash dhe një shkrim, më duket. 74 ishë. 74, ja, i kam zbritur 4 vjetën, kujtja kem zbritur? Fakti pa vërtet. 74, tani, kur ta vendosin aty, bëni 74, se i pas ka me gjur 4 vjetën, se si oqja. Tani, ndrova unë, po nejse le të bëjmë këtë për pastaj të kalojmë të BK-ja. SPAK ka dhënë pretensën për të panderurit në dosjen metamorfoza. Së pari edhe njerë, të rikujtojmë që është dosja metamorfoza, fare shkurt, qartë thjesht fare, dhe kush janë personat e përfshirë. Tani, ky proces ka rëndësi për të vetmen arsye. Kjo është dosja e parë e prokurorisë posaçme që është ndërtuar mbi bazën e të dhënave të ardhura nga autoritetet franceze që ka të bëjë me komunikimet SKECC. Dhe duke qenë se është procesi i parë, gjykata për herë të parë do të marrë një vendim nëse do t'i legjitimoj ose jo këto si prova. Dhe duke qenë kështu, kjo në një farë mënyre ky proces ose ky vendim mund të afektojë të gjithë proceset e tjera që janë bazuar ndër të tjera edhe në provat SKECC, sepse gjykata kushtetuese vërtet ka marrë një vendim, por nuk i ka dhënë zgjidhje përfundimtare çështjes nëse SKECC është ose jo si provë. Por ja ka kaluar topin gjykatave të jurisdiksionit të zakonshëm, në rastin konkret gjykatës posaçme, për të vlerësuar nëse komunikimet në SKECC mund të konsiderohen prova dhe janë marrë ose jo në përputhje me ligjin dhe a përputhen ato me legjislacionin shqiptar. Pra për këtë arsye, ky është interesi më i lartë në raport me këtë proces. Sigurisht, metamorfoza është dosja e parë që goditi grupin kriminal Bajri dhe për herë të parë u arrestua një investitor strategjik i qeverisë shqiptare, zoti biznesmeni Plum Gjoka, aktualisht i pandehur për vepra shumë të rënda penale, u goditën Bajrat, Behar Bajri, Asmer Bilali e të tjerë me radhë, dhe po ashtu për herë të parë u zbulua që ishte një ish drejtues i prokurorisë i përfshirë në afera korruptive, ishin zyrtar të lartë policisë edhe ish shefi forcës posaçme operacionale. Pra tregoj në një farë mënyre bashkëpunimin e krimit me njerëzit e drejtësisë apo me strukturat e policisë së shtetit. Prokuroria e posaçme kërkoi sot masat e sigurisë për më larta, ishte 15 vjet burg për Behar Bajrin, duke konsideruar si kreun e grupit, 14 vjet burg për Plum Gjokën, që sigurisht akuzohet për krim të kushteve për të kryer vrasje, po dua të bëj një saktësim. Pretenca është kërkuar vetëm disa nga episodet e kësaj ngjarje që ka të bëjë për krim të kushteve për të kryer vrasje, grup të strukturuar kriminale, mbrojtje pa leje dhe korrupsion, aktiv dhe pasiv të funksionarëve të lartë publik apo atyre të drejtësisë. Ndërkohë sa i përket akuzave për vrasje, Plum Gjoka dhe disa nga të pandehurit e dosjes metamorfoza, që janë kryesisht antarë të grupit kriminal Bajri, janë duke u gjykuar në një proces të zakonshëm, çka do thotë këto masa që janë 14, 15 dhe më pas ulen për shkak të gjykimit shkurtuar,
bëhet fjalë për disa episode të lehta. Por interesi në gjithë këtë histori është pikërisht kjo, që ka të bëjë me legjitimimin ose jo të komunikimeve në SkyECC. Unë kam votuar dhe disa shkrime interesante. Po, SkyECC ka një... Por e kanë pranuar në përgjithësi perëndimorët. Po, për shembull pash një shkrim të zotit Alimi, ish ministër i drejtësisë, po, ishte edhe një bashkautor, kërkoi shumë ndjesë. Ata shpjegojnë që kjo pranohet. Tani, ideja është që e para gjithë debati madh, se pati edhe debat sot në seancë, janë marrë këto prova në përputhje me ligjin, pra ka qenë rregull letër porosia, e para, e dyta, a mund të qëndrojë një person në burg, se ka raste kur bëhet fjalë për vrasje apo atentate mafioze dhe margji i dënimit është burgimi i përjetshëm, a mund të qëndrojë vetëm në komunikime në SkyECC? A duhet shoqëruar kjo me prova të tjera? Pra ky është gjithë debati dhe për këtë arsye ky proces ka shumë interes sa i përket jurisprudencës. Përgjithsisht autoritetet e vendeve të huaja, Italia, Gjermania e të tjera me radhë, është vetëm një gjykatë gjermane e shkallës parë që nuk i ka pranuar, por të tjerat i kanë legjitimuar, por me kushtin që mos përdoren si të dhëna të vetme. Sepse një komunikim që mund të jetë një komunikim... Në këtë rast janë me provat të tjera, pra për vrasjen e ndërtimeve me provat të tjera. Prokuroria pretendon, se ky është debati, pastaj momentin që thua ka prova të tjera, prokuroria pretendon që ka prova shoqëruese që mbështesin të dhënat në SkyECC. Sepse në SkyECC mund të ketë mira bisedat, të cilat nuk gjejnë bazë reale, pra nuk shoqërohen me prova të tjera. Ato bisedat cilat nuk gjejnë mbështetje në prova të tjera siç janë prova shkencore me ADN, përputhet kalibri i armës, vendi i ngjarjes, proces verbali i këqyrjes së krimit e tjera me radhë, apo lidhja në forma të tjera të dy personazheve që mund të jetë një krim i organizuar, një në polici, në drejtësi e tjera me radhë, nuk mund të përdoren si argument në gjykatë. Pra, edhe për këto arsye, ky është gjithë debati i madh në procesin metamorfoza. Dhe po të shikoje, Gurali Ibrahimllari, që ka qenë ish gjyqtar i krimeve të rënda dhe aktualisht është njëri prej avokatëve të Pullumgjokës, pikërisht këtë debat bëri. Pra, ai kërkonte llogari prokurorisë së posaçme që a mundet sot prokuroria të tregoj formën dhe mënyrën se si janë marrë të dhënat e SkyECC-s dhe si do të legjitimohen në raport me legjislacionin shqiptar, sepse për shembull mund t'i pranojë Gjermania, se është vendi i Bashkimit Evropian, dhe serveri është gjetur në Francë, ka patur një vendim të gjykatës së Lilës kur është marrë tjera me radhë. Por ne nuk kemi pjesë e Bashkimit Evropian. Pra, si e kemi të përputhur në legjislacionin dhe ndaj unë e shikoj si një proces shumë interesant për te viteve të dënimit, se për shembull për prokurorin, ish prokurorin e në Gjermani është i shkallës parë. Po pra, po ndaj e sqarova pra. I izoluar dhe nuk ndryshon në gjë. Patjetër. Se është vendimi i shkallës parë dhe nuk është ndryshuar. Absolutisht, është vetëm një gjykatë që nuk e ka pranuar. Të tjerat e kanë. Kjo ndryshon gjë në jurisprudencën europiane dhe jo më pastaj të reflektojnë në Shqipëri. Po pra, por për shembull, çfarë pritet nga gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese mund ta zgjidhte një herë mirë këtë çështje. Të thoshte pranohen ose jo. Gjykata kushtetuese nuk e dha këtë vendim. Gjykata kushtetuese ja pasoi topin gjykatave të zakonshme. Dhe prandaj ka interes kjo çështje, se mund të ketë pafundësisht interferenca për t'i zhbërë këto komunikime, ose për t'i pranuar këto komunikime. Dhe pastaj masat e dënimit për ish prokurorin e Kuksit, ish drejtuesin e prokurorisë ishte 6 vite burgim, për ish shefin e forcës posaçme operacionale Bistri 9 vite burgim, dhe tjera shkonin te 10, 11, 12 vite burg. Pra në total kjo ishte 7 pandehur. Por po sqaroj nuk lidhet me akuzat për vrasje, janë krim të kushteve për të kryer vrasje dhe vepra penale të korrupsionit, armbajtjes pa leje. Pra në një farë mënyre është thjesht maja e icebergut në raport me krime që dyshohen të pandehurit e dosjes metamorfoza. Po, dhe këtu do mbetemi me këtë pikë. Unë them që është një moment tjetër më i rëndësishëm, si ne duhet diskutojmë për këtë pjesë. Kush do ta drejtojë Byron Kombëtare të Hetimit? Besoj është një problem interesant që ka pushtuar është mjaft ka interesat më dha në ditët e fundit, sepse janë pikërisht tani zgjedhjet, kush do ta drejtojë. Janë mësuar ditën e sotme me zonja Lala emrat e kandidatëve për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit. Përpara se të flasim procesin dhe kandidatët, a mund t'i themi publikut fare thjesht edhe një herë çfarë është kjo BKE-ja, Byroja Kombëtare e Hetimit? Ç'punë konkrete bën ajo dhe sa e rëndësishme është për hetimet e SPAK? Po nëse ke Byron Kombëtare të Hetimit në xhep, nëse mund ta them kështu me fjalë të thjeshtë, ke automatikisht kushdo që ka kreun, pra në anën e tij kreun e BKH-s, në një farë mënyrë ka edhe prokurorinë e posaçme, sepse është struktura mbështetëse e prokurorisë posaçme. Kryen çdo veprim hetimor, çdo vëzhgim, çdo përgjim, çdo zbardhje proces verbali, çdo zbardhje të përgjimeve. Pra, Byroja Kombëtare e Hetimit në një farë mënyre është ajo
e cila bën në një farë mënyre brumin e të gjitha asaj çfarë ndodh dhe më pas prokurorët bëjnë sitjen e të gjitha të dhënave për të formuluar një akuzë ndaj njerëzve të krimit të organizuar apo ndaj politikës. Kështu që në këtë aspekt, patjetër që lufta për të patur, pra politika për të patur të vetin ose të besuarin e vet në krye të BK-s, është patjetër një luftë e ashpër, sepse më shumë se sa thjesht një emër, aty ka të bëj me burimin e informacioni që mund të marrë politika dhe krimi organizuar. Kështu që patjetër lufta është shumë e ashpër për këtë institucion, është një institucion që asiston spakun në çdo veprim. Do të vëzhgoj apo përgjoj një kriminal apo një politikan, e bën BK-ja. Do të përgjoj dikë, po ashtu përgjimet i zbardh BK-ja. Do të kthyer një vend ngjarje, po ashtu këtë veprim e bën BK-ja. Do të sekuestroj dokumenta, këtë veprim e bën BK-ja. Do të kthyer celularin. Do të pa lexoj një provë siç duhet. Po prap këtë e bën BK-ja. Kështu që në këtë aspekt është në një farë mënyre ai guri vogël i Mulliri që ka gjithçka në dorë dhe më pas ja bën një relacion prokurorit, sepse një prokuror patjetër që nuk mund pafundësisht të kryejë veprime, se i bie që 20 prokuror nuk mund të shqyrtojnë qindra çështje që mund të kenë në dorë. Çka do thotë, janë njerëzit të cilët në një farë mënyre përgatisin gjithçka që në fund fare prokurorit vlerësoj nëse konsiderojnë provat, formuloj akuzat, të ngrej akuzat, të pushoj akuza e tjera me radhë. A lidhet kjo me tranzicionin me mbarimin e mandatit zotit Dumani apo jo? Jo, është mandat 5 vjeçar. Jo, zonja Hajnaj, pra drejtuesja e parë BK-s, ka mandat 5 vjeçar, jo nuk dha dorëheqjen, vetëm me 2 fjali mos të marr kohë. Drejtuesi ose kreu i BK-s, në momentin që mbaron mandatin 5 vjeçar, automatikisht ka të drejtën e riemërimit dhe për riemërimin hapet një procedurë e veçantë. Dhe nëse kreu i BK-s sipas ligjit kalon sërish të gjitha fazat e procesit, që nga testi me shkrim, testi psikologjik, makina e zbërtetës pra poligrafi, testin e integritetit, testin e pasurisë e tjera me radhë, mund të zgjidhej zonja Hajnaj edhe për 5 vite të tjera. Ajo e shfaqi fillimisht interesin, pra bëri një kërkesë, por më pas nuk paraqiti dokumentacionin. Çka do thotë procedura e riemërimit u mbyll dhe duhet sipas ligjit që Këshilli pra Spaku të përzgjedh një emër nga të gjithë kandidatët dhe brenda datës 31 gusht t'ia dorëzoj për miratim Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Çfarë shikoj unë si problem është KLP-ja çfarë do të bëj? Aty qëndron gjithë debati i madh, sepse KLP-ja mund ta rrëzojë kandidaturën. Nëse rrëzon kandidaturën, procesi do fillojë nga e para. Nuk është i qartë ligji në këtë pikë. Pra, këtu e shikoj më shumë problemi se sa ta përzgjedhja e një kandidati. Qartë. Tani, vetëm 7 kandidat kanë mbetur në garë. Nga 12 u eliminuan 6. 13 u eliminuan 6. Po. Për kreun e BK-s tanë. Si po shkon ky proces, ka përplasje dhe kush janë favorit. Që tani ne jemi mësuar tani këto se vetë dhe ne tani jemi bërë kështu tani mbledhim supet vazhdimisht të gjitha. Amerika hyn prap në këtë punë që zgjedh këta apo se për shembull Amerika ka zgjedhur një pjesë mirë të gjitha ose vinin të oficerët e Amerikës mëshme. Tani kush ndërhyn këtu? Kush i bën këta? Apo është një proces i hapur edhe i drejt për drejt? Atëherë, në momentin që u hap gara, kishte 13 kandidatura, 6 prej cilave janë skualifikuar Pse këta u skualifikuar? Kritereve formale, po se ka disa kritere, duhet të kesh disa vite punë, nuk duhet të jesh i lidhur politikisht. Pra, ka disa kritere të cilat duhet të është filtri para prak. Dhe nga këto 13 emra, 6 janë skualifikuar dhe një ndër emrat është edhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako, që jam shumë interesuar për ta parë në fakt vendimin për skualifikimin e tij, për të parë se si ka arsyetuar. Për zgjedhjen e kandidatit për kreun e BK-s e bën një grup prej 3 prokurorësh, që është drejtuesi i prokurorisë posaçme dhe 2 prokurorë të posaçëm. Në rastin konkret është Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra. Në informacionet që kam, ka patur një debat në një nga mbledhjet ku kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësuesit e përfaqësuesit ndërkombëtar, është Bashkimi Evropian, por po ashtu edhe përfaqësuesit e ambasadës amerikane, të cilët po e monitorojnë procesin. Debati, me sa unë kam kuptuar, nuk ka qenë për emra konkret, por ka qenë për mënyrën se si do të zhvillohej i gjithë procesi. Ka patur tonet të larta, por do duhet shohim. Në këto 7 kandidat, patjetër që aty ka profesionistë shumë të mirë, sepse gjithë janë me karriera spikatura, me çfarë Gjedisnanu ish drejtori i përgjithshëm i policisë, Gentian Shehaj dhe Gentian Doi, zyrtar të lartë, po ashtu. Por unë shikoj në mesin e këtyre emrave 2 shikoj kandidat potencial, shikoj Elton Kërlukun dhe Joni Ketën, i cili është aktualisht zëvendësor. Si kanë emrat edhe një këta? Po të shikosh tek harta juaj, te grafika juaj, është Kërluku që është këtu në fund dhe Joni Keta. Po, janë 2. Ky i fundit. Po, unë shikoj ata 2 si favoritët kryesor. Tani ndoshta jam e gabuar,
patjetër që ai është një proces edhe mund të ndodhë që nuk e kaloj një nga fazat, por i shikoj për një arsye, sepse së pari Kërluku vjen nga një ekspertizë shumë e mirë sa i përket hetimit krimit financiar, ka punuar në institucione të rëndësishme, po ashtu Keta ka qenë është oficer karriere, ka punuar te krimet e rënda, është marrë shumë me krimin organizuar dhe korrupsionin, është zëvendës drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit aktualisht detyrë që po e kryen. Patjetër që gjithë emrat aty formalisht i plotësojnë kriteret edhe gjithë secili prej tyre patjetër që mund ta drejtojë shumë mirë atë institucion. Gjithë debati është a ka interferenca politike. Këtë do të Po pra ka kandidat që e preferon më shumë qeveria. Ishte zëra për Akil Çakun, por ndërkohë ky është skualifikuar. Po kishte zëra, po patjetër ka patur zëra potencialisht që zoti Çaku mund të ishte i mbështetur dhe prandaj thash që jam shumë interesuar për të parë arsyeën pse zoti Çako nuk është më në 13 vjeçe, pra në këtë shtatçen e fundit që ka mbetur, për të kuptuar se çfarë si e ka arsyetuar Spaku. Gjithë shqetësimi mbetet që nën rrogos politika mund të interferojë dhe të zgjedhë besuarin e vet, dhe duke pas besuarin e vet ka kontrollin edhe mbi Spakun më pas, sipas meje, gjithmonë. Sipas tezë, unë ty po të pyes. Tani. Por në momentin informacioni është pushtet, edhe mendoj që duke pas informacionin në dorë mund të lëvizit të gjithë gurët politika në gjitha drejtimet dhe në rastin konkret mazhoranca. Për Gledis Nanos, ish drejtori i policisë shtetit, për zotin Nano gjithmonë është thënë që ka mbështetje të fortë nga partnerët, nga amerikanët. Sa janë shanset e zotit Nano për të zgjedhur në krye të BK-s? Zero se do Rama. E ka shkarkuar Rama. E ka shkarkuar Rama thotë? Nga drejtor policie e shkarkoj nuk Rama. zgjedhet ky. Dhe kujtoni se do e zgjedhin këta tjerët në Spakë për Lala ti si e mendon? Njeh këtë. E njoh personalisht zotin Nano, unë mendoj që është një ekspert shumë i mirë sa i përket hetimit. Sigurisht që në drejtim të policisë së shtetit kam patur pikpyetjet e mia, nuk e perceptoj si të korruptuar, pra ky është mendimi im personal. Po rastishme është. Unë nuk e perceptoj si të korruptuar dhe e them publikisht dhe nuk kam pikë kompleksi për këtë gjë. Por të thash që gjithsecili nga ata emra, se për shembull Andi Pogaçi është prokurori i Republikës, ka kaluar procesin e vettingut, pretendon të lërë postin e prokurorit për të ardhur në krye të BKH-s. Ndoj gjithashtu po drejton për momentin një ndër strukturat më specializuara sa i përket hetimit krimit financiar. Kështu që po t'i kapësh me emra personalisht, secili prej tyre ka ato të mira dhe këqijat e veta, nëse mund ta them kështu. Por me thënë drejtën, në raport me dy emrat e tjerë, të Ketës edhe të Kërlukut, zotin Nano e shikoj më pak të avantazhuar. Megjithatë, ky është një proces edhe rrugës mund të dalin shumë problematika që mund të avantazhojnë një moment caktuar. Do duhet presin finalin, unë thash çfarë shikoj unë. Është një proces që do zgjas, nuk mbaron kaq shpejt. Po sepse janë 7 faza, është faza e testimit me shkrim, është intervista me gojë, është testi që ka të bëjë me aftësitë fizike. Në verë do priten këto faza në temperaturë? Jo, duhet të zhvillohen hapas hapi, kandidatët tashmë njoftohen për të gjitha datat më pas që i kalojnë. Poligrafi drejtohet nga amerikanët, se pala shqiptare nuk di as ta përdor çfarë është poligrafi. Vinë ata cilët janë specializuar për ta lexuar makinën se testin e makinës vërtetës, poligrafi. Mendoni Nazarko ju për këtë punë? Tash kjo është herë parë që po testojnë këto institucionet e sistemit, do funksionojnë me shkallë caktuar pavarësie e autonomie. Shati thotë që nuk kanë, është e sigurt që nuk kanë autonomi, nuk kanë pavarësi. Ajo për cilën unë jam i sigurt ose që duket qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të përfshira sa që kanë qenë të zëmë kur themeluan këto institucione. Kjo më bën përshtypje. A do shfaqen publikisht në një mënyrë ose në një tjetër në një fazë më të avancuar të procesit, kjo mbetet parë. Tela? Po ti do ishe që të shfaqeshin? Sigurisht. Se unë jam në qasje paternaliste. E ndritën deri tani që qartë, po unë si shpall do edhe rrezikun anglo-amerikan, edhe rrezikun Rama të shpall që dyja një herë, të shpall edhe të konvergjuara. Për te batutë, do me thëmë, deri tani e kanë qartë. Unë jam që ata të shfaqen. Deri tani e kanë qartë, dakord. Unë jam me tezën e përparimit relativ. Pra, këto institucionet krijuara me reformën e drejtësisë kanë shumë probleme, edhe te burimet njerëzore, megjithatë janë përparim relativ në raport me ato çfarë ka qenë përpara. Kjo është teza ime. Po. Tela? Tani, posti është i lakmueshëm. Dhe pa paraqykuar skënd, do të thonë 7 persona mendojnë karrierën në radhë të parë, sepse ne paraqykojmë shumë procese që ndodhin në këtë vend, por duhet të logjikojmë edhe me idenë që ka ca njerëz që edhe kanë pasion atë punë që bëjnë. Pra punën e hetusit, ata mund ta kenë pasion, mund ta kenë ëndër dikur, duan të bëjnë karrierë. Dhe ndoshta
në ndryshim nga ajo gara më pashme që ne kemi paragjykuar shumë dhe ashtu ishte realisht gara për drejtues policie, për drejtorin e përgjithshëm policisë, që ishte i gjitha paragjykuar, këtu ndoshta mund të ketë disa, themi, siguri nga partnerët kërkëtar, nga BE-ja dhe SBA-ja, me institucionet e tyre që ndihmojnë SPAK-un. E vetmja gjë që ngre dilema është se si do sillen 3 prokurorët që kanë në dorë për zgjedhjen e kandidatit. Pra, Zoti Dumani, Kraja dhe Berdi, pra 2 prokurorë që kanë më tepër përvojë në raport me 18 prokurorët e tjerë, 17 prokurorët e tjerë. Kështu që në këtë pikë do shihet edhe se sa është pushteti ende i Zotit Dumani me amerikanët dhe me BE-n për të caktuar njeriu e tij të preferuar, sepse ai patjetër ka dikë të preferuar në të shtatshë që do dojë ta kishte në krye të BKH-s. Siç mund të kenë 2 prokurorët e tjerë. Ajo që duhet parë është momenti i KLP-s, sepse këta mund bien në fund dakord që do zgjedhin njërin prej këtyre të shtatëve dhe do ta çojnë në KLP që të miratohet. Pikpyetja është, KLP-ja ka thjesht rolin e një noteri, pra këta i çojnë emrin dhe ata thjesht e zyrtarizojnë dhe thonë po filani, siç na e sollën prokurorët atë do zgjidhim, apo kanë të drejtën ta refuzojnë. Sepse nuk është e qartë në ligj se çfarë kanë. Por në rast se ata do ta rrëzojnë si kandidaturë, atëherë këtu po mund të fillojmë të mendojmë që kanë ndërhyrje të theksuar politike. Bushat? Tani më duket pak absurde për disa arsye. Më duket pak absurde se ne diskutojmë, pra e shtrojmë diskutimin sikur flitet në një mjedislirie. Po s'kemi mënyrë tjetër. Jo, kemi mënyrë tjetër. Jo, që themi që këtu është regjim dhe e mbyllim. Jo, dakord, është në ky variant. Kemi. Do me thënë, se Andi për shembull përmendit në fund KLP-n. Unë s'po ta them me fjalët e mia, po ta them me fjalët e përgjimeve të Erion Velis. Po ata janë njerëzit që i kemi zgjedhur ne më ata të KLP-s, duhet i vëmë punë, thot ai. Nga përgjimet nga burgu. Pra, si kur e ndriti Dumani dhe po ta ketë në dorë Dumani të zgjedhi, do zgjedhi një njeri që është i ndriçuar. Dumani s'po pjell të gjë vetë, jo të zgjedhi një të ndriçuar Shembull që zgjodhen Erionin që të bëj tjetrën. Dhe e treta, Erioni ra viktim vetë. pra po merrem me atë që tha Andi. Do të thënë, edhe këtu duket sikur dëgjoj, ka ca njerëz që e kanë pasion këtë punë dhe e shohin si karrierë. Njerëz që konkurojnë në këto institucione janë katandisur të jenë vetëm byth lëpirës. Është si në profesionin ton të thuash, ore, ke ka pasion gazetarin dhe konkuron t'jetë shef lajmesh ke Topi ose ke Klani. Do punosh si byth lëpirës për të bërë karrierë. Janë po njësoj. Nëse do të thoni që do punoj gazetar, do bëj karrierë të Birni për shembull, dikush që do e kishte pasion gazetarin do hynte? Është tjetër gjë. Jo, unë them që është e njëjta. Jo, po është tjetër gjë. Unë them që është e njëjta. Apse, pra nuk kemi të ti SPAK-un e di, ai të pavarur sa Birni. Jo, dëgjoj. SPAK-u ka 20 prokurorë. 15 prej tyre mund të jenë të kapur, mund të jenë byth lëpirë, siç e thua ti, mund të kenë gjitha të metat. Por unë mendoj që në atë grupën e 20 prokurorëve janë disa që e duan dhe duan ta bëjnë me ndershmëri dhe me pasion Amerika e ka krijuar. Të dy departamentet e shtetit i mbështetin. Siç janë edhe 50-60 hetusit. Dakor? Mes tyre pa diskutim që duhet të jetë 10-15 që duan ta bëjnë mirë këtë punë. Nëse ky mjedisi jon mund t'i josh, mund t'i ngacmoj, mund t'i çojnë ku diun në rrugë të gabuar, mund ndodh. Por unë them që në ndryshim nga gjithë institucionet e tjera të këtij shteti, SPAK-u bashkë me BKH-n mund të jenë ende ishuj tek të cilët mund të ketë shpresë që edhe drejtuesi i SPAK-ut, edhe drejtuesi i BKH-s mund të jenë njerëz që duhet ta bëjnë punën shumë më mirë se çdo institucion tjetër në Shqipëri. Kjo pra është ajo që unë i quaj idiot dobishëm, njerëzit që kanë akoma shpresë ke SPAK-u. Pra nuk i kam parë. Ne s'bëjmë mohabet, pastaj e lëm fare dhe themi ne bëjmë mohabet se ti ke argumentat e tu kanë të mitë. Po do me thënë, unë besoj që të shpresosh sot që një njeri me integritet, që do t'i shkoj çështjeve deri në fund, që do t'i futet një kulle me parat e krimit ta etoj, që do të thresi kryeministrin për ta marrë në pyetje.
mund të ketë 1% shans të bëj karierë në SPAK apo BKH, ne japim një pasqyrim të shtrëmbruar të realitetit. Sepse aty bëjnë karierë vetëm njerëzit që përkullen dhe konformohen. Po, nëse ne do ishim ende sot të arka me peshk e zëvendës ministres, që ishte akti i parë i SPAK-ut, do t'jeve shumë të drejtë. Por gjërat kanë evoluar. Po ku jemi? Pra, nga arka me SPAK kemi shku te kryetarit bashkisë më të madhe, numri 2 PS-s. Kryetari bashkisë që e futën burg me urdhër të Ramës. Po mi pra, ti thu me urdhër të Ramës. E futën në burg me urdhër të Ramës dhe... Po dakord me po shkretari bashkisë Tiranës ai. Se edhe me urdhër të Ramës ta kemë futur. Është kryetari bashkisë Tiranës. Dhe futën në burg. Nivel tjetër. E futën në burg. Unë këtë mendoj, pra që ndoshta mbas 2-3 vitesh, 5 vitesh, do ketë... Si një burg të dobët që nuk frenon të dot vanitetin e gruas vetë. Dhe jo si arkitektin e 5D-s apo të përfshirë incineratori. Pra, t'jemi të qartë, se për këtë SPAK po flasim. Po këtu jemi në këtë fazë, por ndoshta më vonë, mund të tajtojnë edhe për incineratorin. Atere kish presë. Pra, unë këtë po them, mund të ndodhë thash nga arka me peshk, kemi artë të ky niveli. Deri tani, më vonë, ndoshta. Deri tani nuk na kanë dhënë shpresë. Kur ta bëjnë këtë që thua ti, ndoshta kam dhe unë shpresë. Je ti skeptike madh, jo se... Mi më mirë debat po bëjmë njerëzit na gjojnë thonë ka drejt Andi, jo ti skeptiku. Jo, ti more shembullin e Erionit, ai ishte shembulli që ilustronte të kundërtën. Se ai tha që KLP-ja tha... Jo, aty jam dakord, pra, edhe unë kam dilemat e mia te KLP-ja, sepse KLP-ja është organ i kontrolluar totalisht. Si ke dilema, më? Dëgjoj, nëse KLP-s i thonë që ti thjesht do noterizosh atë që do të sjelli SPAK-u, KLP-ja do bindet, s'ka që të bëjë. Nëse i thonë që po, ti ke të drejt të arrëzosh këtë kandidaturën, KLP-ja mund të veproj. Këtë nuk e dim, sepse nuk ka një gjë të qartë atje të shkruar që çfarë duhet bëj KLP-ja. Se kapi kontradikt mentori. Erion Veliaj thoshte të vërtetën që këta janë tanët. Erion Veliaj nuk dinte një gjë që ai nuk qe më i tyre se udhëheqësi e donte në burg, prandaj e zhytën. Nuk ka kontradikt, nuk ka koherencë. Ai e dinte që ata do mbështesnin si socialist. Në fakt, po. Mirë, dakord, në politikë nuk ka bërë asgjë SPAK-u. Në krim të organizuar, ti mendon që nuk ka patur asnjë rezultat? E mendoje ndonjëherë ti që... Njësoj sa prokuroria e krimeve të rënda. Jo, asnjëherë, ke shumë gabim. Jo, je shumë larg të vërtetës. Nuk e mendonte kur njeri që mund shkonte te banda e Troklinëve dhe të gjente 3 milionë euro të groposur aty. Nuk e mendonte asnjëri që një ditë të bukur, jo pas zgjedhjeve, ke gabim pra, një vit përpara, po e ke gabim pra tani, 3 milionë euro janë sekuestruar një vit, po tani... E bëre pyetjen, po dakord. Tjetra, e mendoje ndonjëherë që BKH-ja do shkonte tek Ergyll Sagasi që e konsiderojnë si eminenca kryeministrit, ti kontrollonte shtëpinë, biznesin, ti merrte celularin, nuk e mendonte asnjëri. E mendoje ndonjëherë që një organizat kriminale si Qopja, Qela e tjerë me radhë do të goditeshin, nuk e beson të njëri, se thoshin ja, këtu janë paprekshmet e tjera me radhë. Pra në një farë mënyre, si kur ta marrit mirë qënë dhe po bie për një moment dakord që në politikë SPAK-u nuk ka bërë asgjë. SPAK-u ka gabuar e tjera me radhë. Ama, sa i përket krimit të organizuar, nuk ka patur asnjëherë deri më sot goditje më frontale se sa kjo që po ndodh. Për herë të parë, ne kemi në rrugë ekstraligjore, por ama gjithë bosët e krimit i kemi të ekstraduar në Shqipëri. Nuk e mendonte njeri para 5 vjetësh që do vinë gjithë bosët e krimit me thes në kokë në Tiranë. Nuk e mendonte këtë, nuk besoj se ke menduar. Ju vetë keni thënë që SPAK-u nuk guxon të shkojë te Erion Veliaj, po ja që e kontrolloi, e shkoi, e hetoi, e arrestoi e tjera me radhë. Tani për breg të Ajolës, dakord, po. Sukses, ja gjetëm nuk po them që është sukses, more. Nuk po them që është sukses. Unë po të them pra, se kur e ndit fakte ke mendim, s'mund të rendisësh fakte pa mendim. Atëherë, për një moment po e mendoj që po bie dakord me ty plotësisht. Në politikë SPAK-u është zero. Krim të organizuar s'të duket që ka punuar pak. Njësoj sa prokuroria e krimeve të rënda. Por, për pyetjen tënde, a ka goditur SPAK-u disa grupe kriminale? Pa tjetër që ka goditur. Por pyetja ime është e kthyer nga të kundërta. Si ka mundësi që Shqipëria është kriminalizuar më shumë se kurdoherë në kohën që ndërtoi SPAK? Pra, nuk i ka thënë njerë shtypi ndërkombëtar Shqipërisë përpara, as narkoshtet,
as që kontrolon gjithë as ta krahasoj portin e Durrësit me të Rotterdamit, s'ka qenë Shqipëria në këto përmasa. Nuk ka qenë... Sepse krimi e volon. Nuk ka qenë... Sepse krimi e volon, mërë Bushat. Krimi e volon. Krimi e volon. Nuk ka qenë asnjëherë Tirana, kryeqyteti krimit me këto përmasa, ku çdo kull të ngrihet, që spaku s'jet asnjë, nuk është një burr që nuk lëviz aty. Do me thënë, kur... O Bushat, kur nuk janë kriminalet e para 20 vjetëve, sot ke kriminal që flasin drejt gjuhë tuaja, kriminal që... Po jo, pëse po t'jap kundër argumente, po të dëgjoj. Jo, po e bëre pyetjen dhe nuk të ndërpreva në çdo fjalë. Ja, po të dëgjoj. Prandaj, po i përgjigjem shqetësimit që ti kishe nëse e ke shqetësim. Jo, nuk është shqetësim, thjesht bëra pyetje, s'kam asnjë shqetësim, unë fare. Ka kapur spaku, ka godit disa grupe kriminale, po është si të kapësht sironka në oqean. Në regjimin e Edi Ramës, Shqipëria është kriminalizuar në qeliz. Këtu krimi ka kryeministrin e vetë, këtu krimi ka ministrat e vetë si Sajmir Tahiri. Këtu janë provuar që kemi një qeverisje kukull të krimit. Dhe në këtë batërdi të madhe të godasësh disa cironka, pavarësisht se ata janë kriminal të fuqishëm duken kështu, është që ke bërë më pak. Pra, në përmasa shumë të vogla kriminaliteti, ish prokuroria e krimeve të rënda ka bërë shumë më tepër se sa po bëjnë këta palaqot sot. Dhe po t'i shtojmë dhe lidhjet me politikën, që këta i lënë të vjedhin njerëz zgjedhjet si bajrat në Shkodër apo troplinët në Durrës, dhe pastaj kapin, atëhere na shtohet dyshimi që edhe këtë krimin e luftojnë me... Kjo është mënyra. Ka që kishëm. Nuk... Po e kundërshtoj Rakitin mos po plekso, po e respektoj mendimin. Ti mendon ndryshe, ti ndryshe, dhe ky është universiteti. Shulëvis shoqëria. Tani, nderuar televizikues, ka që kishim për këtë pjesën e kolegët këtu, përpoqim të thoshim gjëra si që përpikjemi gjithmonë. Jo gjithmonë ja dalim, po ndonjëherë dhe ja dalim. Zonja Lale, faleminderit shumë, sepse në pjesën e dytë ne do flasim për investimin e madh që po bëhet në Sazan, po dhe rinumërimin, dhe ti unë besoj nuk jetë kjo pjesë. Jo. Ashtu, ti do t'ikësh, të falenderoj shumë dhe njëherë tjetër, dhe pasi publiciteti fare të shkurtër, ne do të rikthehemi këtu, do të shtohet edhe Klodian Tomori, ai që të kemi si primare të pjesës dytë këtë punën e Sazanit, dhe në një problem tjetër, rinumërimi i votave, dhe në një gjë tjetër nëse na del koha. Publicitet, rikthehemi njëherë.